Në daljen e tij nga ambientet e Spakut, Sali Berisha akuzoi ashpër institucionet e drejtësisë për kapje politike dhe mosveprim ndaj, siç tha ai, shkeljeve të rënda të ligjit nga gjyqtarja Irena Gjoka. Sipas tij, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka neglizhuar kërkesën e paraqitur nga përfaqësuesit e tij për të konstatuar përfundimin e mandatit të gjyqtares, pavarësisht dokumenteve zyrtare të ardhura nga drejtësia greke. 2. Kolegjeja nuk ju përgjigj kërkesës sonë për të konstatuar marrimin e mandatit Irena Gjoka, sepse ligji 96/2016, sipas ligjit 96/2016, por ja drejtoi prokurisë së përgjithshme për të nisur hetimet sipas ligjit 138/215 për hetuar nëse ekzistonte vendimi penal kundër Irena Gjokës në Greqi dhe nëse ajo kishte deklaruar atë në formularin e dekriminalizimit, pavarësisht se për këto kishin vendimin penal të drejtësisë greke të sjellë me vull apostile. Prokuria e përgjithshme për dëshmuar veten se është një institucion tërësisht i kontrolluar, është një institucion që shkelmon kushtetutë dhe ligje, nuk ka ndërmarrë asnjë masë gjërësore. Sipas kryedemokratit, në këtë rast janë shkelur 3 ligje që çojnë në burgim ata që i shkelin, duke nënvizuar se gjyqtarja Gjoka nuk mund të ishte në detyrë dhe çdo vendim i dhënë për saj është i pavlefshëm. Ai paralajmëroi se çështja do të çojë në reagim ndërkombëtar dhe se do të ndiqet deri në gjykatën e Strasburgut. Ky akt është akt i shëmtuar, i turpshëm, i pa ju e patpra, është kelmuar kushtetuta që në mënyrë eksplicite kërkon personat e institucioneve kushtetuese, siç është gjykata, nuk mund të jenë në këto detyra nëse kanë integritetin të cenuar. Janë cenuar 3 ligje, të cilat e çojnë në burg ata që i shkel dhe kjo ka shkel këto 3 ligje në mënyrë ekzemplare. Natyrisht ju garantoj se kjo çështje, me këtë çështje gjykata e Strasburgut, sigurisht jo vetëm rastin tim, se nuk jam vetëm unë, këtu janë me qindra procesa dhe këta përpiqen ta mbyllin këtë gjë, pikërisht me këto procedura, por se mbyllin do të kurrë, sepse është shumë e qartë. Një proces, një vendim i dhënë nga gjykatës që s'mund të ishte gjykatës nuk ka asnjë vlerë. Kjo s'mund të ishte gjykatës, besoj se jemi në kushtet kur në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë dhe 3 ligje me 3 pestat, Irena me 5 mbiemra që ka për avokat Altin Troplinin, nuk mund të ishte gjykatëse. Berisha, i cili ndodhet në masën e sigurisë detyrim paraqitje, tha se do të vijojë denoncimet ndaj atyre që sipas tij po përdorin drejtësinë për të goditur opozitën. Ai theksoi se betejë e tij nuk është vetëm personale, por për mbrojtjen e ligjit dhe të drejtës së vërtet në vend.